Nderuar pjesëmarrës sekretari të Shqipërisë, zotin Ilir Datës Selman, përkryetar bashkie, ata kanë besimin e të drejtave dhe interesave të një grupimi të caktuar, të cilët nuk dalen para asgjëje për plotësimin e dëshirave të tyre. Se drejtohet supervizori, unë do t'i jap atij një. Ne nuk synojmë një fitore me 51%. Apo me 55%, por kemi ambicje për më shumë, sepse një votë e tillë do ishte një votë e ndryshimit pozitiv edhe për Kuçovën që ka vuajtur nga keq menaxhimi dhe ka drejtë të vetë. Bashkia ka shumë gjëra në dorë për të bërë, për të menaxhuar shërbimet e veta dhe buxhetin e saj. Për këtë duhet të flasi më mirë kandidati. Por Bashkia jo vetëm në Kuçovë, po edhe në Durrës e Tiranë ka shumë gjëra që i bën vetëm e qeverinë qendrore. Dhe qeverisë qendrore i duhet një partner i mirë që të bashkëpunoj si duhet me të në të mirë komunitetit, në këtë rast komunitetit Kuçovës. Prandaj është në interes komunitetit Kuçovës të majtë dhe të djathtë që të kemi një njeri, një kandidat, një kryetar bashkie si inxhinier Kaplani që të merret vesh mirë me qeverinë qendrore dhe para 6 muajsh kemi qenë në Berat, ka qenë edhe kryetari aktual i bashkisë bashkë me Fadil Nasupin për të inauguruar një projekt të madh shqiptar dhe gjerman për ujësjellësin integruar Berat Kuçovë, që merr ujë nga bogova e Skraparit dhe furnizon në mënyrë kapilare këto dy qytete. Marrëveshja bilaterale shqiptare-gjermane u kalua të ejtën e kaluar, nuk ratifikua të ejtën e kaluar në Kuvendin e Republikës. Votua me që jemi këtu deputet me shumicë që ne kemi. Për herë të parë në këto 20 vjet, po ndodh këto 2-3 vitet e fundit dhe në këtë rastin konkret, marrëveshje shqiptare-gjermane për ujësjellësin integruar Berat Kuçovë nuk e votoi Partia Socialiste, nuk e votoi Erion Braçe, nuk e votoi Ermonela Pela, nuk e votoi Marko Bello dhe as Fidel Ylli. Kjo është një shenjë destruktive dhe mungesë respekti për socialistët e Kuçovës që kanë votuar Partinë Socialiste, të cilët duhet mendohen mirë në datë 8 maj dhe zgjedhja më e mirë do ishte të votojnë për një kandidat të majt që ka një bazë të gjerë të majtë dhe djathtë dhe të shërbej të tërve pa dallim. Detyra jonë në Kuçovë dhe Gjetiu është këtë fushat ta bëjmë të qetë, të rregullt, por dinamike dhe me frymëzim të fortë, mëngjesin deri në darkë, çdo ditë, çdo orë, në mënyrë që të fitojmë edhe Kuçovën, ashtu siç do fitojmë Tiranën, Durrësin dhe Beratin.